E qartë. Argjen, tani kur po pritet edhe vendimi i gjykatës kushtetuese që mund të dalë në çdo moment, meqense se pritet që vendimin ta marrë para datës 31 mars, ka pasur edhe një reagim të orëve të fundit edhe nga këshilltari ligjor i kryeministrit Kurti, i cili ka renditur një valë, po them argumentesh, se pse dekreti i presidentes Osmani sipas tij është antikushtetues. A mund të shihet kjo edhe si një presion ndoshta ndaj gjykatës kushtetuese mbi vendimin që do ta marrë? E para konsideroj që lëvizja vetëvendosje gjithmonë ka dëshiron dhe ka dashur dhe dëshiron edhe me tutje që t'i kap disa institucione. Këtë rast ka dashur që ta kap edhe institucionin e gjykatës kushtetuese me një prej pretendentëve për kryesues të gjykatës kushtetuese, këtë rast me zëvendësministrin e drejtësisë, me zotin Qorolli. Dhe sepse ai është antar i lëvizjes së vetëvendosje me tutje, dhe mbi këto baza konsideroj që ata domosdoshmërisht tentojnë që të shtojnë presionin mbi gjykatën kushtetuese, por pavarësisht kësaj, edhe nëse gjykata kushtetuese merr vendim në kundërshtim me dekretin e presidentes, atëherë domosdoshmërisht klima politike na drejton drejt zgjedhjeve. Nuk e di se cila është arsyeja për t'i bërë presion gjykatës kushtetuese, sepse ambientin politik neve domosdoshmërisht na çon drejt zgjedhjeve. Dhe tani tendenca e vetëvendosjes është vetëm që t'i shtyjë më tutje zgjedhjet. Pra që të blej kohë ndërtoj narrativa që opozita është fajtore për gjendjen e rënduar të cilën ja ka sjellur këtij vendi qeverisja e zotit Kurti. Ka pasur se po e bën këtë që për t'i dërguar zgjedhjet edhe në korrekator kur prania mërgjimtarëve mërgjimtarëve. Jo. Ne nuk ja kemi marrë, po flas në mërgjimtarë për Kosovën, jo. Sa më shumë që zoti Kurti i shtyn zgjedhjet për të do të ishte më mirë, sepse lëvizja vetëvendosja është atë që e perfeksionuar në shtrirjen e propagandës dhe narrativës. Kjo tezë se Kurti po i shtyn zgjedhjet, normalisht po e zvarit procesin. Po cila është ideja që zoti Kurti dëshiron që dekreti i presidentit të mos jetë i vlefshëm? Atëherë, ideja është që t'i shtyjë zgjedhjet dhe jo të krijojë zgjidhje për çështjen e presidentit, sepse ai e din edhe e ka të qartë që zgjedhjet do të ketë, por se ato dëshiron që t'i shtyjë më tutje, që të ndërtoj propagandë, që ta mbuloj dëmet e mëdha që ja ka shkaktuar Kosovës për gjatë këtyre 5 viteve dhe që para qytetarëve të hedh hi para syve të qytetarëve. Por kjo gjë nuk duhet të lejohet, sepse ne duhet të shikojmë se kënd e ka emëruar zoti Kurti ministër, kënd e ka emëruar zëvendësministër, kënd e ka emëruar këshilltar. Qeverisja e zotit Kurti është një qeverisje e atill e cila është ndërtuar me njerëz të cilët ja kanë dërguar dosje në gjykatën e Hagës kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës, pra është një qeveri e cila është kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Okej, këto janë pak fjalë trona, kështu ajo është çështje që të tjerë të vendosin, po unë mendoj që na duhet me pa që kush e ka dërguar në gjykatë kushtetuese, do thotë dekretin e presidentes Vjosa Osman. E ka dërguar lëvizja vetëvendosje. Që i bie që vetëvendosja nuk don me shkul zgjedhje. Edhe kishte me qenë çmenduri, do thotë nëse dikush që ka fituar për herën e dytë mbi 50% me thonë, okej, hajtë ja nisëm prej fillimit, po shkojmë zgjedhje. S'ka pas logjik këto, nëse nuk ka pas logjik, s'ka pas kush e dërgon tjetër kush dekretin e presidentës kushtetuese, se s'ka logjik tjetër. Po që vetëvendosja, edhe ky postimi faktikisht sa unë kam kuptuar është i zotit Berim Sallahu, tani ish ministri i drejtësisë dhe ish zëvendësministri i drejtësisë, tani është këshilltar i kryeministit Kurti. Unë kam lexuar ato, do thotë për shkak se e vlerësoj mendimin e tij juridik. Dhe a e ka shtjellu atë se si e shef vetëvendosja, jo si e shef ai dhe vetë personalisht sepse është jurist. Dhe mendoj që vetëvendosja pretendon që gjykata kushtetuese duhet ta lexoj nenin për kas, do të thotë ato nenet famshme që janë bo 86, 82 sa di, do të thotë sa më mend këta numra të neneve të kushtetutës tonë, që mos shkojmë në zgjedhje, sepse shkumja në zgjedhjeve, dikush mendon që është mas pakti dami prej 10 milion euro, thuja se na jem Kuvajt. E Kuvajt nuk jemi, as nuk do të bëhemi kur, mirë po është faktikisht ndërprerje e rezultateve super të mira që kanë dalë të zgjedhjeve 28 vetori, kur ne më në fund mas një vitje kemi arrit që t'i formojmë institucionet, kuptimin, formimin e Parlamentit Republikës Kosovës, të njëjtën ditë pa kur farë problemi të zgjedhim qeverin Kurti 3, për shkak se vetëvendosja i ka 66 deputet, dhe faktikisht i kemi të gjitha strukturat shtetërore, përveç presidentin,
do të thotë për presidentin. Megjithatë kishte edhe një reagim po them frustrues edhe te Haradinaj pikërisht për këtë. Gjatë logjika dhe statsmësimit të mediat sociale kur ja kanë dhënë shtetëror të zgjedhur por ç'është funksional. Ka dalë një tros se kur është zoti Haradinaj vetë një zotin Haradinaj, jo mua për ta. Mirë, po desha të shtoj këtu që pikërisht për këtë ka pasur një reagim. Tash unë më ti numëron janë 150. Din çfarë kanë deklaruar që duhet dekreti i presidentes më shpall jo kushtetues, po nuk është tema këto. Dhe vetëvendosja beson që duhet të jepet një afat sipas kushtetutës që e interpretojnë ata, e që do të vendosë gjykata kushtetuese që ne të kemi gjasa, do të zgjedhim presidentin e ri dhe me formimin e 3 institucioneve, do të thotë parlamentit, qeverisë dhe presidentes, nuk kemi nevojë me shkullë zgjedhje. Edhe vazhdon punën e mirë qeveria Kurti 3 dhe kemi punën e presidentit të ardhshëm kushdo që të jetë ai. Kjo presioni nuk është kjo është presion kuptimin politik. Argumentet e tyre i kanë dërguar në gjykatën kushtetuese kur e kanë kundërshtuar këtë. Kuptimi politik është presion për vetëm gjykatës që të vendosë. Secili ka drejt sepse demokracia i ka përparësitë dhe i ka mangësitë e veta. Kuptimin thojza mangësitë. Secili ka drejt me interpretu nenin e caktuar do të thotë ashtu siç e sheh ai. Po kjo nuk do të thotë që është presion ndaj gjykatës kushtetuese, se kërkush nuk i ka thënë. Gjykatës kushtetuese bane nuk vendose kështu. As gjyqtarëve kemi pas këto pasoja. Ai është kërcënim tanë kërcënim. Atë vjen kërcënim. Mirë, po them që kërcënimi i cili është edhe presion. Po them që kur ti këshilltar te kryeministri, apo kushdo tjetër, apo ju, apo unë, apo kushdo e lexon ndryshe që shtruni i tij ja çet një normë kushtetuese nuk është presion, është thjesht që ky pe lexon kështu, por prapë se prapë i bjen gjykatës kushtetuese që ta thonë atë, është obligative që ta zbatojë. Është mirë që e kemi gjykatën kushtetuese një prej institucioneve më të paprekura dhe e cila nuk ka rënë asnjëherë prej ndikimeve politike. Sepse tendenca e vetëvendosjes edhe më herët ka qenë që ta intimidojë gjykatën kushtetuese, pra ta ndërtojë një narrativ të atij që gjykata kushtetuese i shërben partive tjera politike dhe jo gjitha partitë kanë posë edhe unë sulme të kemi komentuar vendimet e atilla gjykatës kushtetuese janë të drejta, por i kemi zbatuar definitivisht. Sulmet të cilat ja ka bërë lëvizja vetëvendosje gjykatës kushtetuese nuk ja ka bërë asnjë subjekt tjetër politik. Ata kanë pas punën e vetë, se na nëse themi që një vendim, apo nëse